lëvizte me shpejtësinë e lagjë në gjendje të dehur, si në këtë rast ose edhe jo. A mendoni se këtu përgjegjësia pra është e shpërndarë përveç këtij personi në fjalë që tashmë padyshim do të gjykohet përpara drejtësisë? Problemi është pak më i thelluar se kaq. Se si punë e këtij personi ka mjaft persona të tjerë që vinë përdallë lagjeve edhe këtu në Tiranë, edhe në rrugicët ku banojmë ne. Pra të gjithë jemi të rrezikuar nga kjo kategori njerëzish. Jam disa që për fatin e tyre të keq, o kanë tmeta mendore, o vjen nga deliri i madhështisë, nuk kam arritur dot të kuptoj, por jemi në një situatë të tillë të vështirë, në një situatë pa sigurie. Këta nuk është kondit të jenë me automobila. Këta mund të jenë edhe me ato monopatinat që shohim ne, ose ato mini skuterat, sepse ai të vjen ballë për ballë, pra tregon që ai nuk është mirë mendërisht. Një njeri që vjen ballë për ballë, se nuk është se po kalon korsin e bicikletave dhe unë e respektoj se fundi fare, ajo përsi është për dy rrotakët, për mjetet me dy rrota. Por ai të vjen ballë për ballë dhe se skundën, duke qenë se korsi e bicikletave është bosh. Pra, ne nuk kemi studime. Na mungojnë studimet. Pra ne nuk bëjmë analizë të rastit të aksidentit. Pra na mungojnë studimet një dhe oficerët e policisë gjyqësore të policisë shtetit, jo të prokurorisë, ka edhe prokuroria, të policisë caktojnë ekspert, caktojnë inxhinier mekanik në kundërshtim me ligjin. Pra ai nuk ka mbaruar degën përkatëse, nuk ka 10 vjet përvojë në degën përkatëse, pra nuk ka qenë 10 vjet përgjegjës në servis, nuk ka punuar 10 vjet në kompani, dhe ky është i bën aktin e ekspertimit. Natyrisht këtu nuk del konkluzioni se përse ka ardhur aksidenti. Dhe duke mos dalë ky konkluzion, nuk dilet dot as në masa të tjera për ta parandaluar që ky fenomen mos shfaqet. Po i referoheni këtij rasti apo po flisni në tërësi, sepse në këtë rast është verifikuar se si ka ardhur edhe aksidenti.